Shërbimet e policisë në Korçë referuan materialet në prokurori ku flë procedimi penal për shtetasit e H41 vjeç banues në Voskopoj në Korçë, pasi dyshohet se në kundërshtim me vendimin e gjykatës i ka shkuar në banesë dhe ka ushtruar dhunë psikologjike dhe bashortes së tij, e cila është e pajisur me urdhër mbrojtjeje. Vonjë 21 vjeç banues në Korçë, pasi në lagjen 17 me automjetin e tij dyshohet se ka kryer manovra të rrezikshme dhe ka prishur qetësinë publike. Gjithashtu 21 vjeçari është ndëshkuar edhe administrativisht nga shërbimet e sektorit policisë rrugore. Shërbimet e policisë Pogradec referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin e B 36 vjeç banues në Velçan, në Pogradec, pasi ai u kap duke transportuar me një mjet tip kamion një sasi me lëndë drusore pa lejë përkatëse. Sasia lëndës drusore së bashku me automjetin u bllokuan me cilësinë e provës materiale. Me datë 26 dhjetor 2025 ka bërë kallëzim shtetësia TS se kur është kthyer pas 2 muajsh në banesën e saj, në lagjen 12 ka konstatuar se i ishte vjedhur banesa. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve.